Nisma e Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes është e hapur dhe për aleat e partner të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, që duan të kontribuojnë në ndërtimin e stabilitetit, sigurisë dhe qëndrueshmërisë së rajonit të Evropës juglindore. Kështu e komenton qeveria e Kroacisë deklaratën e nënshkruar nga 3 vendet më 18 mars. Sipas saj, nismës mund t'i bashkohen të gjitha vendet që po ashtu duan t'i ofrojnë mbështetje Kosovës dhe Shqipërisë në rrugën e tyre europiane dhe euroatlantike. Qëllimi i saj nuk është krijimi i ndonjë aleance ushtarake. Një aleancë e tillë përveç anëtarësimit në NATO, as që është e nevojshme, theksohet në deklaratën e qeverisë kroate. Ndryshe nga Shqipëria dhe Kroacia, Kosova nuk është anëtare e NATO-s. Në reagimet e tij të para ndaj nismës, presidenti i Serbisë, Vučić, ka thënë se me nënshkrimin e dokumentit Kroacia, Shqipëria dhe Kosova kanë hapur një garë armësh në rajon dhe kanë shkelur marrëveshjen nën rajonale të vitit 1996. Kjo marrëveshje, e cila ka të bëjë me kuotat e lejuara në armatim, u nënshkrua atë kohë nga 2 entitetet e Bosnjë-Hercegovinës, Federata e Bosnjë-Hercegovinës dhe Republika Srpska, si dhe nga Kroacia dhe nga Republika Federale e Jugosllavisë, e cila përbëhej nga Serbia dhe Mali i Zi. Qeveria kroate thotë se kjo marrëveshje është zbatuar vazhdimisht për 29 vjet. Ajo po ashtu kujton se as Shqipëria dhe as Kosova nuk janë palë në atë marrëveshje. Në këtë kontekst, është krejtësisht e kotë të lidhet me deklaratën e përbashkët të nënshkruar së voni ndërmjet Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës, qëllimi kryesor i së cilës është forcimi i bashkëpunimit ndërmjet ministrive të mbrojtjes të vendeve mike, partnerëve dhe aleatëve, thuhet në reagimin e qeverisë së Kroacisë.